sportit. Po. Që jeni marrë kaq vjet. Unë jam marrë me pjesën e menaxhimit të sportit. Po, menaxhimit, po jeni edhe njëri që ja njihni sportin, se e ndiqni bëni analizat. Po për pjesën e menaxhimit do t'ju pyes. Një nga arsyet shkurtimisht. Edhe pastaj kam një pyetje pas kësaj. Edhe erdhi ora më duket dhe pak. Çfarë mendoni për aferën e klubit Partizani, që ju e dini shumë mirë se keni qenë edhe jeni marrë me klubin atëherë? Shiko, e para njërë klubi Partizani, të them të drejtën, unë nuk i di detajt. Janë dhënë argumenta dhe kundër argumenta, dikur më sollën edhe një dosje, unë isha në federat sekretarë, më sollën dhe një dosje me dokumenta këta përfituesit e terrenave, por nuk ishte detyra ime dhe nuk u mor as me shqyrtimin dhe as me komendet e saj, dhe nuk i di hollësit. Di që nga biseda me këta ish drejtorët e klubit, cilët i kam pasur gjithë miq, di që ata pretendonin që këto janë toka të shpronësuara. Të shpronësuara, blera nga Italia. Dhe këtyre ju është dhënë natyrisht si ju është kthyer këtyre në Po jo, ka një gjë, ato kanë qenë toka blera nga Italia, që është bërë atëherë fushë aviacioni. Dhe këto kanë qenë. Por kam dëgjuar që ka akoma paqartësia nëse sepse Italia është fakt absolutisht i vërtetë që Italia gjatë periudhës pushtimit çdo pronë edhe dru kur futeshin merrnin në pyll, shkonin paguanin pronarin, kanë qenë shumë korrekt në kjo pikpamje dhe pronat i kanë paguar, por ka ngelur në mes ky proces, kam dëgjuar, për të qenë sinqert, do të jemi sinqert. Ka ngelur në mes në momentet caktuara dhe ndoshta ndonjë nga ato familje mund dhe të mos jetë kompensuar, por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që kryeministri i vendit bën një brenda natës se disa gjëra nuk thuhen. Bën një ligj, heq nga ligji i sportit, se kishte një ligj pengohej për vizim objekte. Pse duhet prishur një terren? Ore Shqipëria ka nevojë për sport, janë prishur terrenet, është atje që Partizani ishte klubi Partizani merr hiq aspektet politike se këto janë budalliqe që flasin. Ishte bashkë me Dinamon, bashkë me Tiranë, ishte një nga qendrat e ekselencës së sportit shqiptar. Ka dalë kampion e Evropës, e bote, ka dalë e kupton? Pse duhet prishur kjo në kushtet që po zhdukeshin fushat nga gjithë Shqipëria, Pra, nën kujdesin e qeverisë, hiqet, ndryshohet ligji, i jepet me toka, bëhet toka, nuk e di. Pra, pa hyrë tash në meritën ai takonte toka, si takonte toka, nuk e di. Shkatërrohet një ambient sportiv. Duhet ta nxjerrë dhe shkatërrohet me qëllim të plotë, pikërisht për ta çuar atje ku duhet. Pse duhet bërë kjo? Nuk është sigur dhe tu takonte vërtet. Duke qenë kryeminist atje thoshte jo s'ka për të bërë. Nëse mund të jepte kompensim, mund të jepte kompensim para, nuk mund shkatërrohet. Po mund të jepte vende të tjera. E kanë pandehur veten të paprekshëm, sepse frika e pengon korrupsionin.